E sot në këtë emision ne kemi edhe kënaqësinë të mirëpresim dy profesor të përkushtuar nga shkolla e mesme Maria Kiri Sklodowska e Shkupit, profesor Jusuf Abdullaj, një emër i njohur për përvojën e tij në drejtimet profesionale dhe përkushtimin në përgatitjen e gjeneratave të reja, dhe profesoreshën Leonora, e cila me energjinë e saj, qasjen bashkëkohore dhe pasionin për arsimin po ndihmon nxënësit të ndërtojnë bazat e forta për të ardhmen e tyre profesionale. Sot me ta do flasim për drejtimet që ofron kjo shkollë, mundësitë praktike, avantazhet e studimeve profesionale dhe pse duhet pikërisht nxënësit të përzgjedhin shkollën Maria Kiri Sklodowska, që të jetë zgjedhja e tyre e parë për të ndërtuar karrierën e tyre. Fillimisht faleminderit që pranuat ftesën të jeni pjesë e emisionit ton, kënaqësi e madhe. Faleminderit juve, kënaqësi po edhe jona që jemi pjesë e këtij programi. Ashtu si që thash, shkolla juaj ofron shumë mundësi, ofron shumë drejtime të ndryshme, duke filluar nga ajo më e thjeshta e gjimnazit dhe deri tek drejtimet profesioniste. Pse është kaq e veçantë kjo shkollë? Do fillojmë me zonjën, japim përparësi, pastaj vazhdojmë edhe tek profesori, nëse ka mundësi. Maria Kiri Sklodowska është një emër shumë i veçantë në qytetin e Shkupit. Është një shkollë e mesme e kimisë. Do me thonë, ku nxënësit munden mu aftësu dhe po ashtu të mësojnë shumë gjana rreth shkencave, sepse njihet ashtu, shkolla e kimisë. Profesione kemi të ndryshme, do me thonë, kemi 5 drejtime të cilat i posedon shkolla jonë, ku tash para jush po ashtu edhe do t'i shpalosim ato 5 drejtimet. Drejtimi i parë është teknik medicinal laborant, do me thonë, është 4 vjeçar, teknik medicinal laborant kimik, teknik i optikës së syre, teknik për mbrojtje të ambientit jetësor dhe për prodhime kimike dhe kozmetike. Duhet tekstuar se këto 5 drejtime në fakt janë 4 vjeçare. Të gjitha, po? Të gjitha, po. I kemi 4 vjeçare dhe se cila e ka atë specifikën e vetë. Po, pa tjetër. Teknik i optikëve të syve, aty do fokusohem tek ju, zotri Abdullau, pasi që ju jeni edhe profesor i asaj lënde. Nuk ka qenë më herët, po gjë që është shumë e bukur se tani që nga shkolla e mesme mund nxënësit të marrin atë bazën për të vazhduar edhe drejtimet në universitet. Më herët ka qenë vetëm nga fakulteti kanë marrë informata dhe njohuri rreth kësaj lënde kaq të rëndësishme që shumë pak ne dim dhe deri më tani kemi qenë edhe deficit, të themi. Si është interesimi i nxënësve? Fiks, do me thonë ashtu si që përmenet e cekët edhe jo. Ajo që është më rëndësishme edhe më thelpsore është ajo se tekniki optikës së syve është i vetmi drejtim shqiptar në shkollën tonë, që ka paralele Shqipëri, do me thonë. Duke u fokusu, do me thonë, në atë aspekt që gjitha drejtimet mundemi me i gjetë në secilën shkollë, mirë po drejtimin teknik të optikës syve është i vetmi drejtim që gjendet aty, do me thonë, ku mësojmë. Normalisht që edhe këtë drejtim si drejtime tjera ka benefitet e veta, duke pas parasysh që jemi në fazën e zhvillimit të teknologjisë marramense, për atë arsye që nuk humbet edhe drejtimi i teknikës optikës së syve, pse se secili ka me pas nevojë për syza. Duke fillu nga unë. Po, do me thonë, paraqiten smundjet shumë ma herët se sa që jenë paraqit, do me thonë, në kohën e ma hershme. Për atë arsye, gjithë nxënësit e gjenë vetën këtë drejtim, shkaku që mësohet edhe teoria, po ashtu edhe praktika për arsye që gjendet edhe laboratori i optikës në shkollën tonë, që i ka gjitha pajisjet, aparaturat, duke pas parasysh që pa ato, normalisht që nuk mund të arrim me i përfundu një Pa praktik teoria mund të them se asgjë nuk luan rol. Edhe kjo është e veçanta, e Maria. Këtë doja të ndërlidhem tek ju. A mund të na tregoni pak më shumë për praktikat profesionale, pasi që të gjitha lëndet kanë nevojë për praktik. Edhe dua pastaj pak edhe të fokusohem tek ajo e kozmetikës, pasi që na intereson neve. Po kjo është ajo, do me thonë ajo e mira që... Ku i zhvilloni praktikat në shkollë? Keni bashkëpunime me institucione? Jo, në shkollë, të gjitha? Po, do me thonë me kemi një... është një... do me thonë një veti që i kemi 8 laboratore, do me thonë 8 kabinete që zhvillohen praktika, edhe një laborator që është i optikës së syve.
që do me thonë, gjithë shka që mësohet në mënyrë teorike me profesorët, do me thonë, gjithë shka që e zhvillon në mënyrë teorike, mandej ajo ka me u zhvillu në mënyrë praktike. Gjë që e banë shumë atë lehtë edhe nxënësin me kuptue se si rrjedhë, do me thonë, mësimi, sepse nëse nuk do të ishte praktika, atëherë mendoj se do të ishte e kotë. Sepse gjithë shka që ka të bëj me shkencën, sepse është shkollë e shkencës, është e kimisë, edhe mendoj që do të ishte e kotë nëse nuk do të ishte puna praktike. Do me thënë, kjo e bën edhe shumë atë veçantë, Maria Curie. A janë nxënësit më të entuziazmuar rreth praktikës se sa ligjëratave? Se e dim që ndonjëherë ligjërata din të jenë të bezdishme me ato terminologjinë që janë pak më të vështira, ndërsa kur e merr në praktikë. Po, shumë e vërtet. Normal që mësimi najherë bëhet edhe i mërzitshëm për nxënësit, është shumë, do me thonë, e dukshme, mirë, po kur vjen pjesa teorike, do me thonë, disponimi me njëherë vret, edhe të nxënësit, po ashtu edhe të profesorët. Sepse nëse nxënësit punojnë, ne profesorët, do me thonë, kemi ambicie edhe më të mëdha për me punu alo ma shumë. Për më tepër, po. Mësimi praktik i optikave të syve. Më bërë shumë për shtypje kjo. Teknik i optikës së syve. Teknik i optikës së syve. Ka përkatësisht, qëfar nënkupton kjo? Për shembull, kemi optikat ndryshme. Optometrin e kemi të njoftur për arsye se aty matën dioptrit, ajo është optometria. Optometria. Do me thonë, optika dhe optometria janë dy gjëra të ndryshme, mirë po kanë bashkëpunim njëna me tjetrën. Mandej, ajo që është, do me thonë, kulmi i studimeve është oftalmologjia, që bëhesh një mjek i syve, mjek i certifikum, ku mundesh me bo operimin e syve, për arsye që optika dhe optometria nuk e kanë atë mundësi. Mirë po, nxënësit që kryjnë, do me thonë, këtë drejtim, punësimi me njëherëshëm, me njëheri mundësohë. A ka raste kur me njëherë janë punësu? Cilat janë mundësi? Kemi shembuj konkret duke u nisë prej vetës, do me thonë që është kry, do me thonë, shkolla e mesme, edhe për momentin jam duke vepru si profesor i po ati drejtimi. Mirë po kemi edhe shembuj tjerë, për shembull një nxënëse e imja që ka qenë, jam konë edhe kujdestari i asaj klase, është punësu tek Max Optika, që për momentin vepron si zëvendës menaxhere e një pike në të tovë që ka Max Optika. Do me thonë, edhe pse i themi, vej pra do me thonë i shofmi në përse cilin nxënës që e kanë kry, do me thonë, këtë drejtim. Këto biznese ju kontaktojnë juve për emrat, apo juve ju e jepni mundësin që në për institucione ti dinë si emrat më të ditur të nxënësve të cilët janë më të zellshëm dhe më të suksesshëm? Jo, thjesht ato që kanë ambicje për me vazhdu këtë drejtim, thjesht aplikimi i tëre në për optikat ndryshme, e bën që kur e shofin diplomën e shkollës mesme Maria Curie, teknik i optikës së syve, automatikisht e nënkupton se di diçka për optika. Edhe normalisht që atje nuk mungojnë edhe intervistat para se më u punësu. Mirë po ato që i kanë pas, janë konë rrjedha me mësime, me praktika, nuk e kanë pas kur farë lloj problemi, si kur në rasti i kësaj nxënëses tonë që ka qenë tek Max Optika. Ju dy profesor shumë të ri në mosh, dhe si është relacioni edhe me nxënësët, sepse shumë luan rol relacionit të jeti afërt me një profesor, të ndjenë të ti kupton problematika, sidomos në atë moshën e adoleshencës, kur mendojmë se e gjithë bara është në bini, se e gjithë bota po na mundon dhe gjithë është kundër ne, edhe profesorët s'na kuptojnë, krit problemet tona, hallet tona janë hallet më të mëdha në botë, dhe gjithmonë e kemi pas një profesor apo profesoresh që e kemi dashur më shumë që na ka kuptuar. Çfarë relacioni keni me nxënësit? Me të vërtet kemi një relacion shumë të mirë, do me thonë nxënës profesor. Nuk kemi, do me thonë, është pjesa që duhet najherë me qenë edhe ashtu me nervozisëm ose me maj qëndrim gjatë orës mësimore, normal nuk diskutohet. Mirë po, e kemi një raport shumë të mirë sepse i mirë kuptojme edhe nxënësit, sepse edhe ato janë fëmijë, do me thonë, edhe ato bëjnë gabime, po edhe ne pse jemi profesor, jemi njerëz në pikë të parë, edhe besoj që mirë kuptimi është i dyanshëm. I dyanshëm, do me thonë, si kanë nxënësi po ashtu edhe prej profesorit. Sa paralele pretendohen të hapen këtë vit, sa nxënës pritet që të regjistrohen? Paralele si çdo vit i kemi të njëjta drejtime.
duke fillu prej të laborant medicinal që ka me pas, do me thonë, 2 paralele, ndërsa këto drejtimet tjera që janë, do t'jenë vetëm nga një, që faktikisht i bje me pasën 6. E bona e tash nëse e kalkulojmë, edhe që kemi pa rezultatin ma herët në nxënësave që janë regjistru tek ne, për afërsisht regjistrohen diku të 150, 160. Do me thënë interesimi është mjaft i madh. Interesimi është mjaft i madh. Mirë po duke pas parasysh fluksin e asaj ikjes nga vendi, normalisht që vrejhet edhe tek shkollat e mesme. Mirë po hapja e paraleleve vjetë nuk ka qenë shumë problematike, që besoj se edhe për si vjetë nuk do t'jetë edhe atë shumë. A ka kritere për regjistrim në shkollën tuaj? Po, kemi kritere, do më thonë në teknik laborant medicinal, këtu zakonisht pranohen nxënësit të cilat janë nxënës të shkëlqyeshëm, do më thonë të gjitha notat 5, eventualisht ndonjë 4. Lëshim i vogël. Po, lëshim i vogël. Mandej laborant kimik, aty kemi do më thonë me nota më të dobta, faktikisht kemi prej të gjithave. Hapësira për të gjithë nxënësit. Po, për të gjithë nxënësit. Do më thonë edhe ato me notët të mjaftueshme. Ka nga qytetet të ndryshme? Po, kemi shumë. Do më thonë prej krejt rrethinët të Shkupi thuaj se janë në Marja Kiri. Marja Kiri para shumë viteve ishte një shkollë e cila kishte vetëm 2 paralele. Ma saktësisht para 11 viteve. Po, kishte vetëm 2 paralele shqipe. Ndërsa edhe ato kimi, si që po të mësua ju zënja Eleonora, njështë si shkolla e kimis. Pastaj me kalimin e viteve, numri u shtua, drejtimet u zgjeruan dhe normalisht u bë një ndër shkollat më senzacionale momentale. Keni plane për ndryshime, pse jo për surpriza në të ardhmen, të zgjerojeni edhe më shumë në drejtime? Plane, saj përket asaj sa do të ketë drejtime. Vizionet ashtë të temi se po. Normalisht, dhe si cila shkollë mundet me pasën diçka në i plan. E njëjta edhe të ne mundet me ndodhen. Mirë po, ajo që është më rëndësishme është se termin shkollë e kimijës nuk dëshirojmë ta humbim, edhe këto drejtime që i kemi, mundohemi të avansojmë shumë ma shumë, se sa që me hapë dhe me thonë drejtimet tjera, të panjohura, duhet koleg 3, kuadër, për atë arsye, këto që i kemi mjaft janë avansu brenda 10 viteve, që besoj se edhe pas 5 ose 10 viteve tjera nuk dyshoj që mundet me u avansu edhe shumë ma shumë si në aspektin e teknologjisë, si në aspektin e aparaturave, e kështu me radhë. Gjithashtu nuk vlen cejket që si kuadër, si kolegë që jemi aty, gjithmonë jemi në bashkëpunim me njëri tjetrin, që nëse kemi ndonjë plan, mundohemi gjithë se cili të zhytemi të kaj plan edhe ta zbatojmë deri në momentin e fundit. Deri në momentin e fundit. Të ndalëm pak të atë drejtimi i kozmetikës, po. Në thuaj, më saktësisht qëfar drejtimi është, qëfar i ofron atyre që përna shofin, sepse duam që gjithë të dinë më saktësisht dhe më thellësisht për qëfar drejtimi dëshirojnë, se nëse e gabojnë njëherë drejtimin ku duan të regjistrohen, asë njerë nuk do e punojnë punën që e kanë dashur. A ju duhet qartësi të gjithve, sidomos në atë mosh kur ende nuk janë të vendosur se ku dua dhe qëfar dua me jetën? Pa, drejtimi teknik për prodhime kimike dhe kozmetike është një drejtim pashtu shumë i avancum edhe në shkollën tonë. Këtu, do më thonë, kemi të bëjmë me analizat kimike dhe fiziologjike të kozmetikës, për shembull, të kremrave, të buskuqeve, do më thonë, i mëson teorikesh, mirë po, ju thash se sa gjithë shka që mësohet në teori, mandej shkojnë, i kemi edhe në laborator. Do më thonë, i përpunojnë ato kremrat të ndryshme, sapunat, buskuqe, zakonisht femrat, do më thonë të cilat edhe kemi më shumë femrat të ky drejtim. Mirë, po me mira e këti drejtimi ose profesioni është se nëse e krynë, do më thonë, këtë drejtim, atëherë me shkollë të mesme, certifikohesh, do më thonë, me diplom, dhe ti mundesh me hapë kozmetikën tënde, do më thonë, profesionale. Për atë edhe vajzat inicion, do më thonë, me ardhen të këtë drejtim. Pse jo, e kanë mundësin. Ashtu, do më thonë, edhe nuk i lyp ashtu notat shumë të mira, do më thonë, munden ka vend për
Me pak mund të bëj një të ardhme më të sigur për vetën e tyre. Keni informata se nxënësit e viteve të 4-ta vazhdojnë drejtimet të cilat veç se i kanë kaluar këto 4 vite, apo ka edhe nga ato nxënës që dorëzohen, vazhdojnë një drejtim tjetër në fakultet? Jo, kemi që vazhdojnë, dhe me thonë shumica i vazhdojnë këto drejtime, për shembull për kimi, për biologji, për fizik, për shkenca. Mirë, po kemi edhe pra atynve që gjithmonë ekzistojnë, që ka dëshirë me studiu dhe diçka tjetër. Mirë, po e mira që i ka 2 diploma, ma dine se nuk munden më punësu. Me fakultetet të cilin e kryen, e ka shkollën e mesme. Dhe më thonë gjithmonë është një alternativë. Që themin e një zanat. Gjithmonë e kemi. A bëni ndonjëherë vizita jashtë shkollës në ndonjë institucion? Po. Zakonisht nxënësit në vitin e 3 dhe 4 i kanë atë praktikën jashtë shkollës, domethënë në institucione, të cilat shtetërore. Po, të shtetit. Domethënë shkojnë te Avicena, kanë qenë te fabrika Tiamo, domethënë secila për drejtimin e vet. Domethënë i kontaktojmë me drejtorët e fabrikave, komunikojmë, i marrim nxënësit, organizojmë, edhe mandej shkojmë dhe i vizitojmë dhe nxënësit e shohin domethënë më afër se si kryhet puna në fabrika, domethënë në mënyrë laboratorike. Domethënë kjo bëhet. Sa zgjat kjo procedurë praksës? Ne në shkollën tonë kemi edhe këtë, do me thonë, plus që është praksa gjatë shkollës, mirë po në jashtë. Mirë po edhe nxënësit gjatë pushimin veror, e kanë, do me thonë, atë 3 mujoshin që kanë pushim, munden me shku dhe me majtë si lloj praktike dhe mandej certifikohen me diploma ose me certifikatat të cilat ja jep ajo kompani. Se jo janë edhe më të avancuar, pastaj edhe mund të jenë edhe më të ditur rreth informacionit. Edhe unë kam klasën, do të thonë jam kursistare optikës, edhe pse nuk ligjeroj optik, mirë po vjet do të thonë nxënësit e mi e kanë kryer te Max Optika ashtu, edhe një muaj përafërsisht e kanë marrë atë praktikën edhe në fund do të thonë janë certifikuar me certifikata të cilat e kanë mbajtur. Po, dhe nesër mund t'ju hynë në rrugë për të mirë. Po, rreth këtij drejtimi të teknikave për ruajtja të ambientit jetësor? Edhe këtu, do më thonë, bëhet gjithçka do më thonë që ka të bëjë me ambientin, e dimna. Po ashtu kryen analizat mikrobiologjike të ujit, të ajrit dhe të tokët. Do më thonë, demonstrohet ato analizat e mbeturinave. Do më thonë, faktikisht ka të bëjë me mjedisin jetësor, i kemi tek teknik për të një botë tani gjithçka që duam gjelbër. Ashtu. Kjo është një hapësirë shumë e mirë. Siç shoh drejtimet që i ka shkolla juaj, zotëri Abdullahu, janë shumë të mira për gjeneratat e reja. Siç e potencove në fillim edhe në botën e teknologjisë, po edhe në botën e vajzat tani me kremrat. Më herët kemi përdorur vetëm një krem, tani kemi një rutinë 15 procedura të vogla derisa ta bëjmë një grim të vogël apo mjedisi i gjelbërt, apo gjithçka po shkon në shkollën tuaj dhe drejtimet që i keni në shkollën tuaj janë gjithçka duke hapëruar me kohën, që është një opcion shumë i mirë për të rinjt, sepse nuk i kanë ato shkollat e standarde, po kanë një drejtim profesionist që do ju ndihmon shumë për një të ardhme sa më të mirë. A e shohin këtë nxënësit? Shkoni në promovime të shkollave fillore ku a jepni këto informacione edhe nxënësve të klasëve të nënta? Bëni këtë promovim? Po, promovimet i kena pas, me thonë, javën e kalume, që interesimi ka qenë bukur i madh, duke pas parasysh që edhe kur jena prezentu me emër mbi emër, kush jena. Ju kanë njoft? Po, na kanë njoftën, mirë po edhe shoh se kanë edhe followers në për Instagram, më njerë mas e këne kry prezentimin. Mirë po, ajo që e cekë dhe me thonë ma herët, që hapëron me kohën këto drejtime, është pikrisht ajo që bët pyetje dhe me thonë, a keni plan që të hapë një drejtime tjera përveç këtyre, për atë arsye dhe dojmë me i majtë këto drejtime për arsye se duke pas parasysh ambientin jetësor, që globalisht ka temat ndryshme si me përmirësu ambientin jetësor. Tekniki optikës së syve, që e cejka ma herët shkaku i teknologjisë, edhe ajtë që e merë zanatin e optikës, nuk ka me pas humbje kur, ka me pas punë çdo herë, edhe nëse ha biznesin e vetë. Teknik medicinal duke pas parasysh se
smundjet ndryshme ka njerëzit, jo që tash po gëzohemi se kena me pas punë. Jo, larkë qofë, gëzohemi që kanë me na shëru. Mirë po, ajo që gëzohemi se mund me pasën kuadër shqiptar, vajza dhe djemë, që munden me në ndihmu në për analiza mjekësore, shëndetësore që i bojmë se cili prej neve. Mandej ku e cekët tek prodhime kimike dhe kozmetike, që shohim tash vajzat nuk mëj me i kuptu pëse i kanë ka 10 krema, 15 krema. A të kuptohem vetë, kuptohemi ne, nuk është aty problemi. Mirë po, edhe kjo nuk kupton se... është mirë ju që nga të regoni cilën duhet dhe cilën s'duhet ta përdorim, a ne dim se sa, si i përdorim. Tash, prej kësaj nuk kuptohet se... Se sa është interesimi dhe se sa... Zanati këti drejtimi, apet është, dhe me thonë, ka forcë për me dhonë sukses në karierë. Por regjistrimet kur janë? Regjistrimet i shpallë Ministria Arsimit, datat, mirë po nga ajo që kemi njohuri është se regjistrimet do t'jenë prej me 14 deri me 17 qershorës. Se këtë tani kanë maturat ata afati pare regjistrimeve. Mandej do t'ketë edhe afate tjera, mirë po ato me kalimin e kohës mundet me i shpallë Ministri Arsimit. Po, më duket në gusht, nëse nuk jam gabim tash më stërim për fjale, po afati i dy gjithë. Edhe kur i njofto Ministri Arsimit, edhe ne si shkollë kemi faqet në Facebook edhe në Instagram, me emrin Marja Kiri Sklodovska, ku edhe prej aty i informojmë gjithë nxënësit se kur do t'jenë afatet e regjistrimit. E tani matura shtetërore i pret. Javën që vjen është matura, nëse nuk jam gabim, me nëzje presin nxënësit maturën dhe pastaj vjen ai momenti i sikletshëm i maturës shtetërore. Janë të përgatitur nxënësit, po flas jo vetëm nxënësit e shkollës tuaj, po si po e mirë presin nxënësit maturën shtetërore? Në përgjithësi janë me stres. Për arsye se tek matura shtetërore përmbledhet materiali prej vitit parë deri vitin e 4. E tash duke pas parasysh që edhe kena munges të librave, sidomos në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze, normalisht që ato të vitit parë nuk i kanë. Vitit 2 jo, vitit 3 jo, vitit 4 munden me i pas. Mirë po materialin e atyve 3 viteve nuk mund me e shfletu apo nuk mund me e gjejtë. Është pikrisht kjo ajo që stresov një nxënës për kur ti e do me thonë, apo para se me hi në maturën shtetërore. Edhe pse nuk është diçka tragjike, mirë po fakti që është provim, nuk kupton se ta jep një siklet. Edhe po të kishe lexuar dhe të kishe mësuar tër vitin, prapë se prapë, me vetë faktin që je duke u testuar për diçka, ndonjëherë mund të ndodhë që të kesh stres. Dua për në fund një mesazh për të gjitha ata prindërit që janë të pasigurt se drejtimi profesionist është zgjedhja e dur për fëmijët e tyre për të regjistruar në shkollë profesionale. Po, me të vërtet do me thonë... Se luan rol edhe mendimi i prindit apo siguria e prindit. Do me thonë, ju kishme ba apelin prindrëve, po ashtu edhe nxënësve, semi-maturantëve, që të regjistrohen tek ne. Jo që duam nxënës, apo i thirim me atë iniciativën që hajdeni tek ne, mirë po me të vërtet ja vlen, sepse drejtimit i kemi shumë të mira, janë shumë deficitare, sepse tash edhe koha ka ardhur, do me thonë, ashtu që profesionet, do me thonë, po vlerësohen shumë, edhe për atë arsye shkollë profesionale cila ja vlen me u studiu. Zëtri Abdullah? Unë po bazona prej plegjve, me një fjallë. Gjithkush prej plegjve ka thonë një fjallë që një zanat duhet me pas. E tash drejtimet që i kemi ne bazohen zanate. Si mësohet teoria, e njëjta inkuadrohet në praktik, edhe normalisht që se cilit nxënës mundet me ju përshtat se cilit drejtim, edhe nëse nuk e pëlqen, mirë po ka me pas dhe me thonë profesionin e vetë, që është prej shkollës së mesme. E normalisht që kjo mundet më mundësu tek ne. Shkolla juaj. Sepse faktikisht ashtë se cilin nxënës ka me mujtë me gjithë vetën, tek nëse nuk e gjenë te profesioni, do me thonë që është më i lartë,
të këto tjera. Sigurisht që po, dikun po, nëse jo po. Unë ju faleminderit shumë, unë shpresoj që në intervistat e radhës të kemi pse jo edhe më shumë paralele, ndoshta jo drejtime, po paralele. Më shumë të jenë sa më të interesuar nxënësit të regjistrohen, të marrin nga një certifikat, nga një diplom, të jenë sa më të ditur në çdo sferë, pse jo se përshkojmë për para, po aperojmë me kohë dhe na duhet informacion nga të rinjt për gjithçka. Uroj shumë sukses e shkollës, aktivitete sa më të shumta, të suksesshme dhe bashkëpunime të panumërta edhe me institucione dhe kompani të cilat ju nevojiten. Faleminderit shumë juve, ishte kënaqësi. Padyshim.